Bashkia e Tiranës e cilëson abuziv vendimin e gjykatës administrative të apelit, e cila rrëzoi padinë e Inspektoratit Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit, duke i dhënë të drejtë një kompanie private të ndërtojë kompleksin e pallateve 17 katëshe te Diga e Liçenit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, sqaroi se ky vendim nuk ka të bëjë me padinë e këtij institucioni për lejen e ndërtimit dhe garantoi se ky kompleks nuk do të ndërtohet. Ai ishte fare një gjyq i Bashkisë, ishte i IKMT-s, nuk është një institucion i Bashkisë, është një inspektorat kombëtar. Dhe ka të bëjë me procedura të tjera dhe jo me lejen e ndërtimit, që në fakt është një gjyq më vete. Dua t'i garantoj qytetarët që tek Diga nuk do të ndërtohet. Ata mund të blejnë disa njerëz, mund të blejnë dhe pak kohë, por nuk mund të blejnë gjithë njerëzit e këtij qyteti, nuk mund të blejnë gjithkohën. Deklaratat e kryebashkiakut Velia ju bën gjatë një konferencë përshtyp me përfaqësuesen e PNUD-it në Tiranë, ku u prezantuan edhe projektet e reja të bashkisë. Pra Tirana Open Data do të jetë një nga projektet tona kryesore që do të ndjekim me PNUD-in, për të siguruar që Bashkia e Tiranës është bashkia më transparente në Republikë, për të kaluar disa procese online, siç janë lejet e ndërtimit, lejet e zhvillimit, siç janë marrja e shumë prej dokumentacioneve, licencave, marrëdhënia financiare. Ne do të fillojmë ndërtimin e një këndi të lodrave ekskluzivisht për fëmijët me aftësi të kufizuar, që ka aksesin dhe që ka lodra ku dhe ata mund të ndihen pjesë e një qyteti që është më i barabartë. Ndërsa drejtoresha rajonale e PNUD-it për Europën, Xhihan Sultanoglu, tha se Tirana ka potencial për të bërë një metropol ku të ofrohen shërbime cilësore.